Po pastaj ku e çon qumshtin? Po kemi këtu e çojmë Kabaxho. Në pasur Baxho. Se kur jemi poshtë, gjatë periudhës kemi qenë se kam na një vit që nuk i shtektoj delet, se më parë i shtektoj ai kanë në Lushja. Edhe çka të Erzeni qumshin. Tek Erzeni. Po e kemi punuar me Erzenin. Me vërtet? Ta marrin ata qumshin? Po marrin. Çonim që se fillonte qumshi në mars dhe deri në fund kohë rriku të rri atje, pastaj kur mbaronte qumshi vija lart mal. Gjatë Sa litra ke prodhuar ti zakonisht? Po varet sipas vitit. Varet. Nuk e se kam e mbaj mend apo kam të shkruar gjithmonë. Paka shumë. Po paka shumë, edhe 30 kujtal muaj. 30 kujtal në muaj? Muaj, po. Ço ka goxha? Po. Po me pagesat? Pagesat. Paguajnë mirë? Jo, shumë në rregull. Mirë, Po në rregull. Pagesat kemi qenë në rregull, as nga tresa, as probleme. Se dije që Erzeni merrte edhe qumësh nga kjo zonë. Po, kemi. Po në Kongë kemi qenë në Lushje, apo para një viti. Tani kam një vit që nuk i shtektoj me baktit. Po pse nuk i shtekton? Nuk i shtektoj me sepse edhe tokat andaj kanë marrë për panele, janë mbyllur kullotat. Janë shtenguar dhe shtektimi është bërë shumë i vështirë. Nuk i lvizin dot se Tani është kjo periudha është periudha e shtektimit që është ruajtur edhe në UNESCO. Po nuk tani se tokat kur vikin gjatë rrugëve që do bëjmë, do përshkroj rrugën, unë këtu vetëm në firmën dua 7 ditë me dele. Edhe tokat ata i kanë mbjell gjithë, nuk la njëri të kalosh. Ke probleme me njerëzit, konflikte gjëra, është bërë shumë problem. Me çuar me kamiona është shumë shtrenjtë, nuk e përballojnë dot. Po. Kështu që është luftë o panelia o delja. Po. E gjithmonë ata më të fuqishmit i mundin ata dobët asaj. Ja. Ashtu beson? Po. Ashtu është realiteti. Ndërhyrën në shtetë, apo kush ka marrë ato, kanë zaptuar tani, nuk lënë me ata. Dikur kur kishin individë, vinim i merrim ne me qira. S'kemi ku shkojmë. Ne jemi detyruar për rrim total. Po më përpara është më e rehatshme kur ti bashkëpunon me pra me një grumbullues të madh ose me një firmë të madhe, siç ke bashkëpunuar me Erzenin apo kur e çon një baxhe? Më mirë ashtu kur me firmë të madhe. Po pse? Ka gjëra më rregulla, çdo gjë është më ndryshe. Kjo shumë ata vëllë dhe puna pagesave nuk. Është më ndryshe kur çon te firma. Po me pagesat janë korrekt? Po te firma po, urze kështu. Kemi marrë lek, po dhe probleme kemi na kanë sjell. Kemi edhe probleme. Se kam patur fermer që edhe janë ankuar, për shembull, jo po çmimi, jo po ma marrin qumshtin, si ja marrin qumshtin ose njerëzit punë çmimit, po ajo ndikon, nuk e paguajnë shumë ta vejlit, a kupton? Të vejlit s'paguajnë. Nuk para paguajnë. Se edhe konkurrencë nuk ka shumë, se është dhe vend malor, vend i vështirë. Po cilësia e qumshtit? Po cilësia mirë është, edhe këtë nuk është cilësia e keqe, prandaj ishte më mirë për mua për shembull sa të kishim shumë qumësh delet, më jam shumë volum, a kupton? Nëse këtu është vendi i egër, nuk. Po pse ka rëndësi kullota shumë tek cilësia e qumshtit, ëh? Po ka shumë rëndësi, ka edhe te cilësia, po edhe tek për mua si fermer te volumi, litrat, a kupton? Sa ti më jeptem shumë dele, nëse këtu do japi e zëm 500 gram si shembull, aty vjen 700-800 për dele. E kuptoj. Nuk e merr për shembull atë qumësh që merr aty unë se marr këtu. Ti kush ti ka mësuar? Kam trashëguar nga babai, nga babi. Nga babai. Pse edhe babai me këtë punë është. Me këtë punë është? Se në ata njëshin që është bërë privat, në dojmë sot. Po më përpara çfarë bënte babai? Kooperativ, me delet e kooperativës. Me delet e kooperativës. Po, doktorika punon. Domethënë ti arritur me baktive. Që se kam lindur dhe dërmë sot mbas baktive. Nuk e bëra të shkollën e barimve që u fol. Jo, nuk e kam bërë atë shkollën akoma. E ke parë atë video? Po, kam parë atë video. Dhe bëjmë tani ata. Do e bësh dhe ti shkollën e barimve. Akademinë po. Akademinë e barimve. Zvije, fantastik. Ti e rritur domethënë këtu, i rritur. Çfarë mendon ti? Duhet shkollë për barim me që jemi këtu? Jo, fare. Fare. Thjesht nuk ka të bëjë teoria, do në praktik. Ti mund të bësh tër ditën shkollë, që do të se javë për praktikën në shekot. Unë bëhem do të barim? Edhe mund bësh. Po që duhet heq rrobat, duhet heq të rroba. Normale. S'ka më rroba në qyteti. Jo. S'ka më rroba në qyteti. Po, se ke drejti për këto. Ti mësove më the kur ishe i vogël dhe ti ke lindur këtu. Po, që tu kanë. E ke lindur këtu. Nuk kur ke dalë ti për herë të parë me baktit? Për herë të parë fare që moshëm 8 vjeç. 8 vjeç? Normale që i kam bas babit, a kupton? Se isha bëja unë punat mosh po. Ndihmoja babin. Ndihmoja babin. Pastaj të hyri në qef apo se ke padur si? Po normal. Se ke padur me qef këtë? Po mos e kisha me qef, nuk e vazhdoj akoma, na që më hyri në qef, kam pasion. Po ndoshta në javë dhe kushtet ndonjëherë dhe rrethanat. Jo, okay, dhe kushtet janë, po unë kam dhe pasion, a kupton? Nuk kam vetëm thjesht punë.
E kam pasion. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.